Përshëndetje, shenja e Bricjapit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Gjendja juaj nis me drejtësinë. Ju jeni në një moment bilanci të brendshëm, po peshoni veprimet tuaja, zgjedhjet, fjalët, ndoshta edhe ndërgjegjen. Kjo kartë tregon përgjegjësi karmike. Çdo gjë që po përjetoni tani lidhet drejt për drejt me zgjedhjet e mëparshme. Më pas kemi djallin dhe këtu shfaqet hija. Kjo është karta e varësive, e frikës, e lidhjeve toksike, por edhe e kontrollit dhe e fajit. Ju mund të ndiheni të lidhur pas diçkaje që nuk ju shërben më, një zakon, një mendim, një marrëdhënie, një rol. Djalli nuk ju dënon, ai ju tregon ku jeni robi vetes. Me 4 shkopinjt shfaqet dëshira për stabilitet. Kjo është karta e shtëpisë, e bazës së sigurt, e asaj që ju kërkoni të gjeni me ëndje paqe. Ju po kërkoni një vend të brendshëm ku mund të ndiheni të qetë, të pranuar, të mbështetur. Është nevoja për të ndërtuar diçka të shëndetshme pas përballjes me hijen, me djallin pra. Dhe në fund, Hierofanti, kjo është karta e disiplinës shpirtërore, e strukturës, e mësimit të thellë. Tregon se zgjidhja për ju nuk është rebelimi, por kthimi tek vlerat, tek kuptimi, tek ajo që ka themel të fortë. Duket se ju po hyni në një fazë pjekurie morale dhe shpirtërore. Kalojmë në familje dhe në familje energjia hapet me 3 shkopinjt. Kjo është karta e pritjes dhe e shikimit drejt së ardhmes. Familja është në një fazë ku po mendon për hapat e radhës, për plane, për drejtim. Ka ndjesi se diçka është në zhvillim. Më pas kemi 5 shkopinjt dhe këtu shfaqet konflikti, mendime të ndryshme, tensione, debate. Ka përplasje karakteresh, nuk është luftë e madhe, por është një energji konkurruese, ku secili do të ketë të drejtë me patjetër. Me Heremitin ndodh tërheqja. Dikush në familje ose ju zgjedh të heshtë, të largohet pak, të mendoj. Është karta e vetmisë së mençur, e vetmisë së zgjedhur, e distancës për të kuptuar më mirë situatën, jo izolim nga inati, por nga nevoja për qartësi. Dhe në fund, 8 monedhat, kjo është karta e përkushtimit dhe punës së vazhdueshme. Tregon se familja, pavarësisht tensioneve, po përpiqet realisht të ndërtojë diçka më të mirë. Ka përpjekje, ka durim, ka punë në marrëdhënie. Kalojmë te dashuria, ku energjia për ju hapet me njeriun e varur. Kjo është karta e pezullimit. Ju ndiheni sikur jeni në pritje, në pauzë, në një situatë ku nuk mund të veproni siç doni. Është një fazë ku duhet të shihni gjërat nga një kënd tjetër, jo nga i zakonshmi. Më pas kemi 3 kupat dhe kjo sjell pak dritë, është karta e shoqërisë, e takimeve, e gëzimit të lehtë, do ta quaja. Mund të ketë dalje, miq, komunikim, por jo me patjetër thellësi romantike. Është më shumë lehtësim emocional se sa lidhje fortë apo gjëra të kësaj natyre. Me 4 kupat shfaqet pakënaqësia. Ju mund të ndiheni të mërzitur, të painteresuar, sikur diçka mungon. Edhe nëse ka njerëz rreth jush, zemra juaj nuk është plotësisht e përfshirë. Është karta e tipit sikur i thoni vetes kjo nuk më mjafton, nuk më bën të ndihem e realizuar. Dhe në fund, asi i kupave. Kjo është rilindja emocionale pas pauzës, shoqërisë dhe pakënaqësisë. Zemra hapet sërish. Është karta e dashurisë së re, e ndjenjës së pastër, e fillimit emocional të vërtet. Kalojmë tek puna. Në punë, energjia hapet me faqen e shpatave. Kjo është karta e vëzhgimit dhe të mësuarit.
Ju po analizoni, po kërkoni informacion, po studioni situatën, nuk jeni ende në veprim të plot, jeni në fazë përgatitje psikologjike. Më pas kemi të shkopinjt dhe këtu gjërat përshpejtohen, ka mesazhe, lajme, emaile, zhvillimet shpejta, mund të ketë oferta, komunikime të rëndësishme ose ndryshimet papritura. Me 10 monedat shfaqet stabiliteti, kjo është karta e suksesit afatgjatë, e sigurisë financiare, e ndërtimit të diçkaje që zgjat, tregon se potenciali profesional për ju është shumë i fortë. Dhe në fund kemi 6 shpatat, kjo është karta e largimit nga e vjetra, mund të jetë një largim nga një situatë që mund të ketë qenë stresuese, një ambient i vjetër ose një mënyrë e vjetër e të menduarit, është kalim drejt një faze më të qetë dhe më të shëndetshme. Kalojmë tek Prism Oracle ku kemi izolimin. Kjo kartë tregon se këtë javë ju keni nevojë për vetmi të shëndetshme, jo për t'u izoluar nga bota, por për t'u lidhur me veten. Ju duket se po kaloni një proces të brendshëm që nuk mund ta ndani lehtë me të tjerët. Paçim.